Jemi kthyer në akuzë, në rubrikën tonë më të preferuar dhe është me ne Margarita Kola, si akuzatore. Qa do në akuzoj Margarita sot? Më duket se... Akuza juaj dhe kë akuzoni? Akuza ime është për vepër penale të plagosjes me dashje të sistemit të drejtësisë dhe të akuzuar janë të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë. Pra, ne dhe të gjithë e ndoqën ngjarjen e vrasjes të gjyqtarit, që s'ishte e pakët. Më thënë, të vrasësh një person të... Në sallën e gjyqit. Në sallën e gjyqit është një nga ngjarjet më ekstreme, sa që të them të drejtën, Margarit, më kujtoi vrasjen e mikut ton Santos. Në mes të qytetit, një kërcënim për të gjithë, dhe unë nuk e di, domethënë, si ndjeni ju e para si avokat njerë, dhe si ndihet i gjithë trupa gjyqësore, si ndihet. Si domethënë, kjo situatë, a ju ka prekur të gjithve dhe si është revolta juaj dhe ku t'i drejtohet ajo? Natyrisht që ngjarja është natyrisht tronditse dhe s'ke fjalë ta shpjegosh dhe është shumë komplekse. Prandaj dhe akuza ime i drejtohet shumë të akuzuarve. A ti po flet për një vrasje tjetër? Për shkak se ngjarja është shumë komplekse. Një vrasje më të rëndë se kjo? Ajo që ka ndodhur natyrisht është një ngjarje shumë e veçantë, por që si ngjarje jashtëzakonshme, ajo ishte një ngjarje e paralajmëruar. Sepse në këtë deregje që ka arritur sistemi gjyqësor, natyrisht që priteshin, ndoshta jo kështu profetike që do ndodhte kjo ngjarje, po priteshin që ndodhin skandale të vazhdueshme siç ndodhin. Kush është arsyeja që unë mendoj që sistemi i drejtësisë dhe unë akuzoj që sistemi i drejtësisë është plagosur rënd me dashje. Ka një kohë të gjatë që mbi sistemin e drejtësisë ushtrohet presion i vazhdueshëm nga të gjitha ata që duan që sistemi i drejtësisë t'i shpëtojë. Të gjitha ata duan që sistemi i drejtësisë të mbahet i pozicionuar në mënyrë të tillë, nën presion të fortë, në mënyrë që ai të kontrollohet sa më mirë. E dyta, sistemi i drejtësisë ton i ushtrua një reforme e cila në krye të herës filloi me teorinë që duhet të rikthejmë besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë. E keni parë kur është bërë reforma drejtësisë. Kjo ishte ideja. Një prej objektivave ka qenë e para të rikthehet besimi i publikut tek reforma në drejtësi, tek oficeri i policisë gjyqësore kërkon klienten time që të shkoj të japi dëshmi. Klientja ime sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë do të shkoj me avokatin e vet. Avokatja e vet nuk është aty. Në atë moment sepse është e zënë. I shkruan oficerit policisë gjyqësore, i nderuar, më lër një takim tjetër se dua të ushtroj të drejtën time, të vete me klientin tim dhe klienti im të ketë dëshmi. Oficeri i policisë gjyqësore përgjigjet sikur Kushtetutën ta interpretoj në kopshtin e babait vet dhe thot, "Serdhi, nuk ka problem për mua." Pra ky njeri do të çojë një dosje në gjykat pa marrë dëshminë e personit i cili ka bërë kallëzimi penal. Dhe kjo është kulmi i çdo sistemi. Dhe kjo ka ndodhur në mira raste. Kjo ka ndodhur në mira raste dhe unë të tregova një rast. Dhe ky rast tani që do dalim që nga garip ky shumë garip. Që nga garip ky, që ka lamet garipi ky. Po, ajo që më ngilet mua tani të bëj, të shkruaj një letër krye prokurorit dhe t'i çoj një letër KLP-s dhe KLP-ja të pres një përgjigje nga KLP-ja dhe nga ILD-ja. Jo, desha të dalë, domethënë, edhe këto janë të akuzuar të tjerë, institucione të cilët e vrasin me dashje sistemin e drejtësisë. Sepse në qoftë se të gjitha këto institucione, prandaj të thash është kompleks, të gjitha bëjnë punën e vet në një proces zinxhir, atëre sistemi i drejtësisë do të funksionojë. Do e përsërisësh edhe një herë akuzën tuaj dhe do i drejtohesh asaj kamere. Po. Unë akuzoj çdo praktikues të sistemit të drejtësisë, të cilët të gjithë kanë plagosur sistemin e drejtësisë, e kanë sjellë në këtë deregje, është plagosje e rënd me dashje, sepse të gjitha njerëzit e njohin mirë sistemin e drejtësisë, nuk e kanë bërë pa dashje, e kanë bërë me dashje dhe të gjithë këta akuzuar duhet të mbajnë përgjegjësi dhe jo të thërrasin si palë tjetër ndërgjyqëse popullin. Populli nuk është i akuzuar në këtë rast, ekzekutor të caktuar po jo populli si publik, sepse populli është ai që pret të marrë produktin e drejtësisë, të marrë të drejtën e tij. Okej.
Unë dhe Marga do t'ju lëm tani me Erion Kriston për ta mbyllur bardhazin, si që ka hije kësaj studio, me monologun e tij. A e keni dëgjuar atë shprehjen, e vrau për motive të dobta, e plagosi për motive të dobta, u kacafytën për motive të dobta. E pra kjo shprehje na është bërë si refren. Aq shumë herë po e dëgjojmë, sa jam i detyruar të mendoj se këto motive nuk janë hiç të dobta, po janë të shëndosha. Po të shikoni me vëmendje, prej këtyre motiveve ka shumë njerëz që nuk i buzëqeshin dot jetës. Dhe po ju vënë djeni, se çdo ngjarje ku cënohet jeta është vetëm një parathënie. Askush nga ne nuk e di se si do vazhdojnë kapitujt njëri pas tjetrit dhe sa do zgjasin. Një gjë është e qartë, që këto ngjarje kryesisht ndodhin atëherë kur shteti flet gjumë, kur institucionet nuk e kryejnë detyrën. Kemi një problem ne shqiptarët. Jemi gëzuar pak pares haram. Por parja haram nuk mbetet. Neve duhet të na vit turp nga njëri tjetri. Duhet të na vit turp nga shega, që mban brenda vetes 1000 kokra, dhe ne nuk arrim të mbajmë dot njëri tjetrin. Dhe sa herë që e rudhim zëmrën, aq herë dëmtojmë jetën e tjetrit, por kryesisht dëmtojmë jetën tonë. Miru takofshim të premten tjetër.